Sot buke me limon, receta që po i çmend të gjithë dhe nuk ngeli njeri pa e provuar. A i dini se çfarë ndodh kur kombinoni limonin me sodën e bukës? Rezulton se kombinimi i këtyre të dy materialeve është shumë efektiv dhe në reduktimin e qelizave të dëmshme. Më pas do të shikoni se si të përfitoni nga këto përdorime të pabesueshme me një pije të mahnitshme. Nuk ka risk për efekte anësore për këtë pije, përkundrazi këto dy komponent mund t'i sjellin ndryshime pozitive shëndetit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pra, shikoni çfarë ndodh nëse e përdorni atë. Rezultatet do t'jenë të mahnitshme. Por përpara përdorimit gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj, sidomos nëse merrni medikamente të caktuara. Soda e bukës përdoret gjithësisht në trajtimin e problemeve të ndryshme të trupit, si të jashtme ashtu dhe të brendshme. Limoni përmban një sasi të madhe të vitaminës C dhe veti të tjera që e bëjnë atë të nevojshme për trajtime të tilla, të cilat janë natyrale për aplikimet e jashtme. Ky kombinim mund të jetë shumë i mirë për alkalizim. Përzierja e limonit me sodë buke ka veti të alkalizojë trupin. Kjo na ndihmon për shembull të luftojmë acidet që mund të ndodhin kur veshkat nuk heqin mjaftueshëm acid nga trupi ose kur trupi prodhon shumë acid. Prandaj është një ilaç i shkëlqyer për veshkat, lehtëson punën e tyre dhe ndihmon në detoksifikimin e trupit dhe djegjen e yndyrës. Është e mirë për tretjen. Ju tashmë dini se ndër virtytet e shumta që ka limoni është lehtësimi që ai ofron për tretjen tonë. Nëse shtoni pak sodë buke, do të keni një përzierje të mrekullueshme e cila mund të bëjë që sistemi ynë tretës të funksionojë më mirë. Është një antioksidant dhe gjithashtu lufton edhe fryrjen. Një përfitim tjetër i kësaj përzierje është se ndihmon në luftën kundër refluksit gastroezofageal, ku acidi kloridrik ngrihet në ezofag nga stomaku. Falë sodës së bukës do të ndjeni lehtësime të shpejta dhe efektive. Por nëse çështja juaj është agravuar, duhet ta adresoni gjithmonë tek mjeku juaj. Ndihmon në pastrimin e trupit. Ky trajtim i mahnitshëm pastron mëlçin dhe ofron një dozë të bujare të vitaminës C, kaliumit dhe antioksidantëve. Ndaj mos harroni të filloni mëngjeset tuaja me këtë përzierje për të qenë të freskët dhe plot me energji gjatë gjithë ditës. Konsumi i ujit të pasur me karbohidrate të natriumit ndihmon në rregullimin e niveleve të kolesterolit të keq, duke përmirësuar kështu shëndetin ton kardiovaskular. Përbërësit që ju duhen në këtë recetë janë një lugje dhe sodë buke, një gotë me ujë dhe gjysmë gote me lëng limoni. Përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Hidhni sodën e bukës në një gotë me ujë, shtoni lëngun e limonit. I përzieni mirë dhe mund ta konsumoni. Mos harroni se është e rëndësishme ta pini çdo mëngjes për një javë dhe më pas të bëni një javë pushim për të parë rezultatet se si do të ndikojnë në shëndetin tuaj. Kur përdoret në doza të përshtatshme, soda e bukës mund të rregullojë strukturën kimike të organizmit dhe të përshpejtojë gjithashtu shërimin e tij. Soda e bukës është një përbërës që nuk mungon kurrë në kuzhinat ose në frigoriferin ton. Përveç përdorimeve tradicionale, të paktën ata që e dinë se soda e bukës ka vlera të mira terapeutike. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi që reagon menjëherë sapo bie në kontakt me substancat acidike si uthulla ose kosi. Pirja e ujit me sodë buke është një traditë e lashtë që rekomandohet kundër problemeve të caktuara të tretjes së urthit ose dhe infeksioneve. Kur konsumohet kjo pije në doza vërtet të përshtatshme, ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për strukturën kimike të organizmit dhe të përshpejtojë gjithashtu edhe shërimin e tij. Soda e bukës është një lehtësuese shumë e mirë e shqetësimeve që sjell edhe urthi në organizmin tuaj. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se tretja e sodës së bukës në ujë ndihmon të neutralizoni aciditetin e lartë dhe të çlironi gazra dhe fryrjet e barkut. Ajo mund të rregullojë gjithashtu edhe pH-in dhe të ndihmojë në shërimin tuaj. Aciditeti i tepërt në organizëm mund të sjellë probleme të ndryshme të shëndetit. Ndaj përdorimet të tilla të sodës së bukës do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamacioneve, si dhe të sigurojë një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Ndaj përdoreni atë si një ndihmë mjaft të mirë të largoni edhe fryrjet. Gjithashtu do të rregulloni pH-in në trup. Aciditeti i tepërt në organizëm do të nxjisë edhe shfaqjen e shumë problemeve siç mund të jenë për shembull
osteoporoza radikale të lira, artriti, të cilat lulëzojnë në mjedise tepër acidike. Pirja e ujit me sodë buke do të balancojë pH-in dhe do të promovojë gjithashtu edhe një ushqyerje më të shëndetshme për organizmin tuaj në tërësi. Ndaj përfitimet të tilla të kësaj pije do të jenë një lehtësues shumë i mirë kundër inflamacioneve. Inflamacionet e kyçet shkaktojnë edhe dhimbje të forta. Toniku me sodë buke mund të jetë një prej alternativave më të mira lehtësuese kundër akumulimit të acideve urike në gjak dhe në inde. Gjithashtu, soda e bukës mund të cilësohet edhe si një lehtësuese shumë e mirë kundër problemeve urinare. Uji, lëngu i borovicës së kuqe, gjithashtu, uji me sodë buke rekomandohet kundër infeksioneve urinare në lehtësimin e tyre. Soda e bukës do të ulë nivelin e acidit në urinë. Do të keni më shumë energji përgjatë gjithë ditës. Nëse kryeni aktivitete të caktuara fizike, atëherë keni nevojë për më shumë energji në ditën tuaj, të cilën mund ta merrni atë thjesht duke përdorur sodën e bukës të tretur në 4 gota ujë. Një lugë çaji kripe dhe një lugë çaji sodë buke të kombinuara në 4 gota me ujë mund të jenë alternativat më të mira për rastin tuaj specifik. Uji i sodës mund të kombinohet gjithashtu edhe me lëngun e limonit. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse dhe lehtësuese në rastet tuaja të vështira. Ndaj përdorimet të tilla të ujit me sodë buke mund të jenë gjithashtu edhe një përzgjedhje efektive. Por duhet të keni kujdes në këto raste në rast se shtoni ujin me sodë buke në dietën tuaj. Soda e bukës përmban shumë sodium, ndaj nuk duhet të teprohet në dietën tuaj. Nëse vuani nga sëmundjet e mëlçisë, veshka, tensioni i lartë, edemat, atëherë nuk duhet të konsumoni ujin me sodë buke. Mos e pini tonikun nëse jeni shtatzan ose lehon. Të vegjëlit nën 5 vjeç nuk duhet ta kombinojnë ujin me sodë buke në dietat e tyre. Nëse pini ilaçe, mos e pini ujin me sodë buke, pasi mund të ndikojë negativisht në një sër aspektesh të shëndetit tuaj, duke krijuar kështu edhe efektet e tij negative. Mos e pini tonikun nëse jeni me stomakun plot, dhe ky lëng mund t'ju bëjë më të etur përgjatë gjithë ditës dhe të keni më shumë nevojë për ujë për ta konsumuar atë edhe sipas nevojës suaj. Soda e bukës është një prej përbërësve më të jashtëzakonshëm për sa i përket shëndetit dhe të mirave që ofron për organizmin tuaj. Pasi të dëgjoni deri në fund këtë video, do të përgatiteni të merrni sodën e bukës në shtëpinë tuaj. Soda e bukës ka efekte të mrekullueshme dhe përtej asaj që njihen nga të gjithë. Duke u nisur nga heqja e njollave të bardha të rrobave, pastrimi i enëve të kuzhinës, pastrimi i mobiljeve ose sendeve të ndryshme në shtëpi, deri te kujdesi për dhëmbët ose higjienën personale. Në këtë video do të listojmë disa të mira që merrni nga përdorimi i sodës së bukës në shtëpi. Sodën e bukës mund ta përdorni si pastë për dhëmbët jo më shumë se një herë në javë. Përzini pak sodë buke me vaj në arës së kokosit, vaj esencial të mentej dhe më përfund përgatisni një pastë dhëmbësh efikase kundër këtyre shqetësimeve. Rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike për higjienën tuaj dentare dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Uji me sodë buke mund të përdoret gjithashtu si një deodorant natyral që mund të mbajë larg inflamacionet dhe të sigurojë një mbrojtje më të mirë për ju. Uji me sodë buke mund të përdoret për eksofili. Soda e bukës do të largojë qelizat e vdekura të lëkurës duke e bërë atë më të butë edhe më të shkëlqyer, duke ndihmuar në rigjenerimin e saj. Soda e bukës mund të jetë një alternativë lehtësuese kundër infeksioneve. Vendosni sodë buke në vendin ku keni edhe probleme të çuara në infeksione. Ajo mund të jetë një përzgjedhje lehtësuese derisa të merrni trajtimin e specializuar. Soda e bukës mund të përdoret kundër aromave. Soda e bukës do të largojë aromat e gëqija të frigoriferit dhe përçon freskinë në të. Ndaj, nëse keni një frigorifer që ka aromë të rëndë, soda e bukës mund të jetë një alternativë shumë e mirë në rastin tuaj specifik dhe të mbajë larg këto papastërti. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe përdoreni sodën e bukës në të mirë të shëndetit tuaj. Në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse për organizmin dhe do të evitojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.